Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se një delegacion i shtetit të tij udhëhequr nga sekretari i Këshillit të Sigurisë Rustem Umerov është nisur te Shtetet Bashkuara për të vazhduar bisedimet për arritjen e një marrëveshje për të dhënë fund luftës me Rusinë. Umerov u vë në krye delegacionit të Ukrainës pas si kryenegociatori paraprak shefi i stabit të Zelenskit Andriy Yermak dha dorëheqje një ditë më parë pasi hetuesit kundër korrupsionit pastisën zyrën në shtëpinë e tij. Zelenski tha se pret që rezultatet e takimeve të mëhershme me SBA-n e Gjenev që u zhvilluan fundjavën e kaluar tani konkretizohen në bisedimet e së dielës. Këto takime i mundsuan Ukrainës që të paraqesë propozimet e saj pasi sekretari amerikan i ushtrisë Dan Driscoll paraqiti propozimet amerikane tek udhëheqësit në Kiev pothuajse 2 javë më parë. Rustem dorëzoi një raport dhe detyra është e qartë punojmë shpejt me substancë për hapat e mëtejshëm për të përfunduar luftën, tha Zelensky në X. Yermak i tha New York Post disa orë pas dorëheqjes se po shkon në front. Jam një njeri i ndershëm dhe respektueshëm, tha ai. Ukraina po përballet me presion nga Washingtoni për të pranuar kushtet e një marrëveshje paqe, ndërsa Zelensky gjendet në situatën më të vështirë politike dhe ushtarake qysh nga ditët e para të pushtimit rus.